për këtë mikpritje kaq të bukur. Më vjen jashtëzakonisht mirë që na jepet mundësia që këtë rrugtim drejt 11 majit nga hyrpamja e takimit përmbyllës, sepse rrugtimi vazhdon derë deri në 11 maj, ta bëjmë këtu në këtë shesh të transformuar tërësisht. Kur ne morëm detyrën, ky shesh ishte një parkim për autobus, për makina, me një asfalt të rrjepur, ku s'kishte vend për t'imagjinuar një Gjirokastër turistike. Dhe në atë kohë, dyert ku mund trokisje për të qëndruar një natë Gjirokastër numëroheshin me gishtat e dorës, dhe numri i turistëve dhe i vizitorëve në Gjirokastër në vit ishte 6.000. Vjet Gjirokastra e mbylli vitin me 600.000 turistë.